Në këtë video do të shpjegojmë ëndrat që kanë lidhje me gjarprin. Në shumë kultura dhe interpretime të ëndrave, gjarpëritë simbolizojnë ndryshime, frikëra, tradhti, mençuri ose transformim shpirtëror. Kuptimi i ëndrës varet nga mënyra se si e sheh gjarprin dhe konteksti i ëndrës. Më poshtë janë disa interpretime të detajuara. Kur sheh që gjarpri të kafshon. Kjo ëndër zakonisht paralajmëron për një rrezik që e ke pranë ose një tradhti nga një person i afërt. Në aspektin shpirtëror mund të simbolizojë një zgjuarsi të re ose një ndryshim të madh në jetën tënde. Kur gjarpri po të ndjek. Kjo ëndër tregon ndjenja frike dhe shqetësimi që ti ke për diçka të cilën po e shmang në jetën reale. Mund të jetë dhe një problem i pazgjidhur ose një situatë nga e cila nuk mund të shpëtosh. Kur sheh një gjarpër të madh. Një gjarpër i madh mund të simbolizojë një problem të madh ose ndryshim të rëndësishëm që po të ndodh. Nëse nuk e frikë nga ai, mund të jetë shenjë e fuqisë dhe arritjes personale. Kur sheh shumë gjarpëri, simbolizon pasiguri, xhelozi ose armiq të shumtë përreth teje. Kjo ëndër mund të tregojë se ke dhe një rreth shoqëror toksik. Kujdes. Kur vret një gjarpër. Kjo ëndër është një shenjë e mirë dhe tregon se ti do të fitosh mbi sfidat dhe armiqtë tuaj. Në përgjithësi, kjo ëndër simbolizon triumfin mbi vështirësitë, fundin e një kapitulli të hidhur dhe fillimin e diçkaje të re të bukur për ju. Kur një gjarpër heq lëkurën. Kjo ëndër simbolizon se do të kesh ndryshime pozitive dhe një transformim në jetën tënde. Mund të tregojë një rilindje shpirtërore ose një fillim të ri. Pra është një ëndër e mirë. Kur një gjarpër të mbështjell trupin. Kjo ëndër tregon se ti ke ndjenja të kufizuara ose marrëdhënie të dëmshme në jetën reale. Në disa raste, simbolizon një frikë të madhe ose një ndjenjë shtypse. Kur sheh një gjarpër në shtëpi. Kjo ëndër paralajmëruese nuk është e mirë. Kjo mund të tregojë probleme brenda familjes ose një person të pabesë në rrethin tënd të ngushtë. Kur sheh një gjarpër të zi. Gjarpri zi në ëndër tregon se ti je në stres dhe ke shenja depresioni, por gjithashtu gjarpri zi tregon edhe ndryshim në jetën tënde. Nëse ti trembesh në ëndër, kjo tregon se ndryshimi nuk vjen për mirë. Nëse ti nuk trembesh, çfarëdo lloj ndryshimi të jetë, ti ja del me sukses. Sheh një gjarpër të bardhë. Mund të tregojë ndriçim ose një të vërtetë të madhe që do të zbulohet. Ai është një simbol i pasërtisë, mençurisë dhe një mesazh shpirtëror. Kur sheh një gjarpër të verdhë. Ky është një simbol i instiktit dhe intuitës. Mund të paralajmërojë që duhet i kushtosh më shumë vëmendje ndjenjave të tua. Kur sheh gjarpër të kuq. Kjo ëndër simbolizon pasionin, rrezikun ose një ndjenjë të fortë emocionale. Mund të tregojë një situatë të rrezikshme, por edhe një energji të madhe për ndryshim. Ëndrat me gjarpëri janë të ndryshme.
Interpretimi i saktë varet nga konteksti i jetës dhe emocionet që ke ndjerë gjatë ëndrrës. Ja dhe disa shpjegime të tjera popullore mbi gjarpërinë. Gjarpër i madh, të kanë mashtruar. Gjarpër i vogël, mërzitje. E shkel, ke miq të rrem, të kafshon, shpifje, me shumë koka, do të ndodhesh përballë tundimeve të këqija. E sheh të përdridhet, humbje parash, e vret, e bën të pafuqishëm një armik. Shumë gjarpëri, dobësi, paqetësi kalimtare. Të nderuar miq, këto ishin disa interpretime të përgjithshme mbi ëndrat me gjarpëri. Megjithatë, ka dhe interpretime më specifike, më të detajuara, në rast se do të merremi me cilin person e sheh atë ëndër, nëse është burr apo është grua apo fëmijë. Këtu ka disa detaje shtesë, po për këtë do të na ndiqni në video të tjera. Do t'ju luteshim ta shpërndanit këtë video, pasi ëndrat me gjarpëri janë shumë të shikuara. Dhe nëse ju pëlqeu, bëni like dhe koment. Shihemi në videon e radhës. Faleminderit për kohën tuaj.